Kjo është gjendja e rrugës në të cilën kalojnë çdo ditë me qindra familje të cilat sot jetojnë në zonën e stacionit të Mallrave në Vlorë. Një infrastrukturë rrugore e degraduar totalisht, teksa në hyrje të bllokut të banimit, një pellg i madh me ujë të ndotur e ka kthyer sot rrugën në thuajse të pakalueshme. Për gjatë mbrëmjes sigurisht mungon edhe ndriçimi rrugor, ndërsa për banorët hall më vete është edhe sistemi i kanalizimeve. Një kanal kullues i cili ka brenda tij edhe ujëra të zeza që përshkon lagjen mes për mes, duke rënduar edhe më tepër situatën. Zona bën pjesë në lagjen 24 Maj, një prej bllokëve të banimit kryesore në qytet, në të cilën rruga kryesore ku jetojnë qindra familje, prej vitesh nuk ka parë asnjë investim. Prej rrugës Ramiz Xhebrea e deri në banesën e fundit në këtë bllok banimi, ky segment rrugor vazhdon të jetë po njësoj, i pushtuar nga gropa të shumta, si dhe pellgjet me ujë të ndotur, thuajse e pakalueshme sa herë që ka rreshje shiu. Situata faktikisht mbetet po e njëjtë edhe në sezon veror, ku në vend të Baltës, vendin e zë pluhuri dhe njësër papastërtish. Problematik për banorët mbetet edhe kanali i ujrave të bardha dhe atyre të zeza së bashku, të cilat përzihen në të njëjtin vend. Ky kanal përshkon mes për mes bllokun e banimit, duke u kthyer në gangren për banorët e kësaj zone. Ai është burimi më i madh i ndotjes për qindra familje e njëkohësisht një strehë mbledhëse për insekte, që më pas përhapin kudo në zonë infeksione të ndryshme. Për shkak të kanalit, prej vitesh, me 10 banesa aty qëndrojnë me dyer dhe dritare të mbyllura nga erërat e pakëndshme. Për gjatë të gjithë segmentit rrugor, gjenden sot 10 shtylla, të vendosura aty për kablot elektrike që transmetojnë energji elektrike. Megjithse shtyllat janë, e mund të vendosen aty qoftë edhe provizorisht llamba ndriçuese, në këtë bllok banimi ndriçimi rrugor mungon. Rruga totalisht për gjatë mbrëmjes zhytet në errësirë totale, ndërsa të vetmet që bëjnë dritë janë shtëpitë aty pranë. E pamundur të kalosh sa herë që në zonë bie nata për shkak të errësirës. Godinat e braktisura, të dëmtuara dhe jo funksionale për gjatë bllokut të banimit, të ofrojnë një realitet me pamje të shumtuar që të ngjason me mjedise lufte, ndërkohë që për gjatë gjithë zonës gjenden me qindra automjete të sekuestruara, ku lagja është kthyer tashmë në vendin ku depozitohen automjetet e sekuestruara prej muajsh, duke rënduar edhe më tej situatën.